Horoskopi ditor, e enjte, 5 shkurt 2026. Dashi. Sot mund të ndjeni një dëshirë për të marrë kontrollin, veçanërisht në sferën tuaj profesionale. Yjet rreshtohen për të rritur cilësitë tuaja të leadershipit dhe aftësitë tuaja të vendimarrjes. Përqafojeni këtë moment dhe udhëhiqni me besim, por mos harroni të qëndroni të vëmendshëm ndaj perspektivave të tjerëve. Në frontin personal, komunikimi me të dashurit është çelësi. Mund të lindin keqkuptime nëse nuk shpreheni qartë, prandaj jeni të hapur dhe të ndershëm. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj ose për të planifikuar investimet e ardhshme. Ndikimi i hënës ju inkurajon të mendoni afatgjatë, duke u përqendruar në rritje dhe stabilitet. Shoqërisht, do të gjeni gëzim në mbledhjet spontane ose në rilidhjet me miqtë e vjetër. Besojini instinkteve tuaja dhe eksploroni mundësi të reja që sfidojnë rutinën tuaj të zakonshme. Mbani sytë hapur për përvoja të reja që mund të pasurojnë kuptimin tuaj dhe të zgjerojnë horizontin tuaj. Mos harroni, çdo hap që ndërmerrni sot hedh themelet për suksesin e së nesërmes. Përqafoni ndryshimin dhe vazhdoni të ecni përpara. Demi. 5 shkurti 2026. Ju nxit të shfrytëzoni shpirtin tuaj krijues. Pavarësisht nëse po gjeni zgjidhje në punë apo po merreni me një hobi, lëreni anën tuaj artistike të shkëlqej. Përpjekjet tuaja jo vetëm që do t'ju ofrojnë kënaqësi personale, por mund të tërheqin edhe vëmendjen e individëve me ndikim. Marrëdhëniet mund të hyjnë në një fazë më të thellë dhe më kuptimplote, duke ndihmuar në ndërtimin e lidhjeve që mbështesin mirëqenien tuaj emocionale. Ndikimi nga Venusi thekson rëndësinë e kujdesit për veten. Kënaquni me aktivitete që ju mbështesin dhe ushqeni shpirtin tuaj. Financiarisht, një qasje e qëndrueshme do t'ju shërbejë mirë. Shmangni blerjet impulsive, duke u përmbajtur në vend të kësaj një buxheti që i jep përparësi stabilitetit. Rivlerësoni zgjedhjet tuaja aktuale të jetesës dhe merrni në konsiderat nëse ato përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Besoni në natyrën tuaj pragmatike për t'ju udhëhequr me sukses përmes vendimeve. Së fundmi, përshtatuni me çdo ndryshim të paparashikuar sot duke mbajtur një qëndrim fleksibël. Kjo do të lejojë mundësi të papritura për të përmirësuar jetën tuaj në mënyra të papritura dhe të këndshme. Binjakët. Sot sjell një vorbull aktiviteti në rrugën tuaj ndërsa përballoni angazhime dhe biseda të ndryshme. Sinkroniciteti i Mërkurit ju inkurajon të shfrytëzoni energjinë rreth komunikimit, duke ju ndihmuar të artikuloni ide të qartë dhe në mënyrë efektive. Sharmi juaj shoqëror rritet, duke i bërë rrjedhimin ose ngjarje shoqërore veçanërisht të frytshme. Sidoqoftë, sigurohuni që po dëgjoni vërtet, si dhe po ndani. Nuk e dini kurrë se nga mund të vijë një informacion i rëndësishëm. Në frontin e brendshëm, merrni në konsiderat përqendrimin në kujdesin e mjedisit tuaj shtëpiak ose zgjidhjen e problemeve të mbetura familjare. Diskutimet financiare duhet të trajtohen me kujdes. Merrni kohë për të kërkuar qartësi para se të merrni ndonjë angazhim. Sa i përket projekteve personale, besojini shpirtit tuaj të shqetësuar të degëzohet në territore të pashkelura, duke quar në përparime të mundshme. Ruani ekuilibrin duke mos u përhapur shumë. Jepni përparësi asaj që është më e rëndësishme. Një takim i rastësishëm ose një mesazh i papritur mund të mbajë çelësin e mundësive të ardhshme. Prandaj qëndroni të hapur dhe fleksibël gjatë gjithë ditës suaj. Gaforria. 5 shkurti sjell një rezonancë emocionale që inkurajon vetanalizën. Dita e sotme është ideale për të reflektuar mbi rritjen personale dhe dinamikën e marrëdhënieve tuaja më të ngushta. Ndikimi i hënës mprej intuitën tuaj, duke ndihmuar në kuptimin e sinjaleve delikate nga ata përreth jush. Besojini ndjenjave tuaja të brendshme kur bëhet fjalë për të lundruar në çdo diskutim të ndjeshëm, qoftë në shtëpi apo në vendin e punës. Financiarisht, një qasje konservatore dhe afatgjatë do të jap rezultatet më të mira. Konsideroni rishikimin e planit tuaj të kursimeve për të përshtatur më mirë me aspiratat e ardhshme, duke siguruar përparim të qëndrueshëm. Megjithatë, rezistoni tundimit për të bërë tepër mbrojtës në çështjet ku besimi dhe hapja mund të japin rezultate më të frytshme. Shoqërisht, mund të ndiheni të prirur të tërhiqeni, duke kërkuar ngushëllim në rehatinë e mjediseve të njohura. Lejoni vetes këtë hapësirë pasi është thelbësore për të rimbushur bateritë tuaja emocionale. Përpjekjet krijuese janë jashtëzakonisht të favorshme sot. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të shprehur veten, për të eksploruar ide të reja dhe për të lejuar që imagjinata juaj të lulëzojë. Luani. 5 shkurti 2026. Është një ditë që shkëlqen me potencial dhe mundësi për të dalë në qendër të vëmendjes.
Aftësitë tuaja natyrore të leadershipit dhe karizma amplifikohen nga ndikime diellore, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të çuar përpara ambicjet tuaja. Në punë, merrni iniciativën në projekte, duke shfaqur kreativitetin dhe aftësinë tuaj për zgjidhjen dinamike të problemeve. Qasja juaj e sigurt ka të ngjarë të frymëzojë ata përreth jush, duke mbledhur mbështetje nga burime të papritura. Në marrëdhënie, tregoni vlerësim përmes gjesteve të sjellshme ose komunikimit të hapur për të forcuar lidhjet. Financiarisht, tregoni kujdes para se të bëni investime të rëndësishme. Shërtimi plot dhe këshillat nga burime të besueshme mund të parandalojnë gracka. Sot është gjithashtu e favorshme për vendosjen e qëllimeve të reja personale. Hartoni një kurs që përputhet me pasionet dhe vizionin tuaj të ardhshëm. Takimet shoqërore mund të shfaqen papritur, duke ju paraqitur skenën e përsosur për të zgjeruar rrjetin tuaj. Përqafoni energjinë tuaj të gjallë dhe shfrytëzoni çdo mundësi për të ndarë ngrohtësi dhe gëzime të tjerët, duke rritur lidhjet tuaja dhe duke ftuar prosperitet. Virgjëresha. Dita juaj më 5 shkurt paraqet një përzierje detyrash praktike dhe mundësish për njohuri personale. Me udhëzimin e Mërkurit, aftësitë tuaja analitike janë në kulmin e tyre, duke ju lejuar të trajtoni projekte të detajuara me saktësi dhe efikasitet. Përdoreni këtë energji për të sqaruar çdo punë të prapambetur ose për të rafinuar planet ekzistuese. Dinamika në vendin e punës mund t'ju kërkojë të luani rolin e ndërmjetësit, duke ofruar qartësi dhe duke ruajtur paqen midis kolegëve. Sigurohuni që komunikimi juaj të mbetet i qartë dhe konciz, duke shmangur keqkuptimet. Në marrëdhëniet personale, durimi do të jetë jetik. Angazhimi në biseda të thella dhe kuptimplote mund të ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve të mbetura dhe në forcimin e lidhjeve. Financiarisht, rishërtoni buxhetin tuaj për të siguruar që ai përputhet me qëllimet e ardhshme. Menaxhimi i menduar mirë do të hap rrugën për stabilitet dhe siguri në rritje. Ndërsa dita mund të duket rutinë, kërkoni shkëndija frymëzimi që çojnë në vetëpërmirësim ose nisma mirëqenjeje. Përqafoni rregullime të vogla në rutinën tuaj të përditshme për një ekuilibër më të mirë fizik dhe emocional, duke promovuar mirëqenie afatgjat. Peshorja. Sot ju fton të përqendroheni në harmoni dhe ekuilibër, duke përdorur aftësitë tuaja të natyrshme diplomatike për të lundruar në mjedisin përreth. Rreshtimi planetar amplifikon sharmin dhe aftësitë tuaja bindëse, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për negociata ose ndërmjetësim të konflikteve. Aftësia juaj krijuese do të jetë një aset i rëndësishëm. Prandaj mos hezitoni të sillni ide inovative në punë. Marrëdhëniet përfitojnë nga vëmendja juaj ndaj detajeve. Gjestet e vogla mund të thellojnë lidhjet me të dashurit. Financiarisht, mbani një sy në ekuilibër, shmangni si sipërmarrjet e rrezikshme ashtu edhe ngecjen. Një buxhet i ekuilibruar dhe investimet e kujdesshme do t'ju shërbejnë më së miri në planin afatgjat. Shoqërisht, ka të ngjarë të jeni qendra e tërheqjes në tubime. Prandaj shfrytëzojeni këtë mundësi për të krijuar rrjete dhe për të ndërtuar lidhje kuptimplote. Përqafoni ndryshimin pozitivisht dhe jini të hapur ndaj mundësisë së përvojave të reja. Kujdesi për veten nuk duhet të lihet pasdore. Gjeni kohë për të rimbushur, duke u siguruar që energjia juaj të mbetet e lartë dhe humori juaj pozitiv gjatë gjithë kësaj dite dinamike. Akrepi. 5 shkurti 2026 shpaloset me energji intensive, duke ju nxitur të zhyteni më thellë në pasionet dhe interesat tuaja. Natyra juaj intuitive është rritur sot, duke ju udhëhequr në sferat personale dhe profesionale. Kjo është një kohë për të besuar instinkteve tuaja, duke ju ndihmuar të merrni vendime që përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Në punë, transformimi është qelësi. Merrni në konsiderat rivlerësimin e strategjive ose mirëpritjen e sfidave të reja që premtojnë rritje. Në marrëdhëniet personale, komunikimi është parsor. Angazhohuni në një dialog të hapur dhe të ndershëm për të sqaruar keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjet emocionale. Financiarisht, keni kujdes nga shpenzimet e papritura. Planifikimi paraprak dhe respektimi i një buxheti mund të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit. Në frontin shoqëror, mund të hasni individ që frymëzojnë perspektiva ose ide të reja, duke pasuruar përvojën tuaj. Angazhohuni me ta me kujdes, duke zgjeruar rrjetin tuaj dhe duke thelluar kuptimin tuaj për atë që është e mundur. Lejoni vetes momente vetmie për të reflektuar dhe për të rimbushur, duke u siguruar që të përmbushni kërkesat e çdo dite me energji dhe vendosmëri të freskë. Shigjetari. Sot do ta gjeni shpirtin tuaj aventuresk që kërkon eksplorim dhe të mësuar. Rreshtimet planetare theksojnë zgjerimin, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të kërkuar përvoja të reja ose për të filluar projekte të reja.
pavarësisht nëse jeni duke udhëtuar, duke u regjistruar në një kurs, apo thjesht duke zgjeruar horizontet tuaja nga mjedisi juaj aktual. Përqafojini këto mundësi rritje me entuziazëm. Profesionalisht, mendimi juaj vizionar ju pozicionon për të udhëhequr ide inovative që mund të ndikojnë ndjeshëm në progresin e ekipit tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj e sinqertë. Hapja ndërton besim dhe forcon lidhje. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e portofolit tuaj ose eksplorimin e investimeve të reja. Por mos harroni të konsultoheni me këshilltar të besuar. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, gjeni kohë për të çlodhur dhe për të rimbushur. Mund të gjeni frymëzim në vende të papritura, duke nxitur ide ose zgjidhje krijuese. Angazhimi shoqëror ka të ngjarë të sjellë gjithashtu gëzim. Rilidhuni me miqt ose të dashurit tuaj mbi interesat e përbashkëta. Mos harroni, lidhjet autentike dhe bisedat e menduara japin energji udhëtimit tuaj. Britsjapi. 5 shkurti ju sfidon të balanconi përgjegjësitë ndërsa ndiqni aspiratat personale. Qasja juaj e disiplinuar ju shërben mirë në menaxhimin e projekteve të punës që kërkojnë vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve. Ndërsa Saturni ndikon në shenjën tuaj, përqendrohuni në strukturimin dhe prioritizimin e detyrave tuaja për të maksimizuar efikasitetin dhe për të arritur qëllimet e caktuara. Në marrëdhënie, durimi dhe mirëkuptimi janë aleatët tuaj. Ofroni mbështetje. Por mos hezitoni të vendosni kufi aty ku është e nevojshme për respekt të ndërsjellë. Financiarisht, është një periudhë e kujdesshme për të rishikuar planin tuaj të investimeve dhe kursimeve. Planifikimi i kujdesshëm forcon sigurinë tuaj në të ardhmen. Dita inkurajon vetanalizën, veçanërisht rreth qëllimeve personale. Riorganizoni ambicjet tuaja me vlerat tuaja thelbësore për një përmbushje më të madhe. Ftesat shoqërore mund të sjellin mundësi të papritura. Rrjedhëzimi mund të nxjisë bashkëpunime premtuese. Pushimi dhe rigjallërimi janë po aq të rëndësishëm. Siguroni kohë për vetë reflektim dhe kultivimin e rutinave ngritëse. Përqafoni ndryshimi me besim, duke besuar në forcën dhe stabilitetin që keni ndërtuar për t'ju çuar në për tranzicione pa probleme. Ujori. Sot feston inovacionin dhe angazhimin në komunitet. Energjitë planetare përforcojnë prirjen tuaj natyrore drejt progresivitetit dhe bashkëpunimit. Shfrytëzoni këtë potencial duke filluar projekte që nxisin mirëqenien kolektive. Qoftë në mjedisin tuaj profesional ose përmes përpjekjeve personale. Teknologjia dhe zgjidhjet krijuese mund të ofrojnë momente përparimi. Prandaj qëndroni të hapur ndaj rrugëve jo konvencionale. Në aspektin shoqëror, aftësia juaj për të lidhur dhe frymëzuar është në kulmin e saj. Organizoni një takim ose udhëheqni një iniciativë grupi që përputhet me vlerat tuaja. Në marrëdhënie, theksoni mirëkuptimin dhe dialogun e vërtet për të forcuar lidhjet. Financiarisht, eksploroni mënyra inovative për të përmirësuar portofolin tuaj. Megjithatë, sigurohuni që të tregoni kujdes të duhur në çdo sipërmarrje të re. Vëmendja ndaj detajeve dhe kërkimi i plot do t'ju udhëheqin në mënyrë të sigurt. Ndërtoni periudha gjatë ditës për relaksim dhe vetanalizë, duke i lejuar mendjes suaj të rimbushet dhe të nxjisë përpjekjet e ardhshme krijuese. Ndërsa vjen mbrëmja, reflektoni mbi arritjet e arritura dhe vendosni objektiva frymëzuese për ditët në vijim, duke u siguruar që çdo hap të përputhet me aspiratat afatgjata. Peshqi. 5 shkurti ju fton të eksploroni thellësitë e imagjinatës dhe intuitës suaj. Natyra juaj empatike është në qendër të vëmendjes sot, duke ju udhëhequr përmes peizazheve komplekse emocionale me hir dhe mirëkuptim. Profesionalisht, kanalizoni këtë energji krijuese në projekte që lejojnë shprehje artistike ose të menduarit jashtë kornizave. Ndërtimi dhe kultivimi i marrëdhënieve do të jetë thelbësor. Investoni kohë në biseda kuptimplote që nxisin respektin dhe besimin e ndërsjellë. Ndikimi i Neptunit rrit intuitën tuaj financiare, por keni kujdes nga dëshirat. Forconi planet tuaja me këshilla dhe kërkime praktike. Energjia e ditës mbështet angazhimin në përpjekjet e komunitetit ose punën vullnetare që prek anën tuaj të dhemshur. Një përvojë e dobishme për shpirtin tuaj. Në momente më të qeta, kënaquni me aktivitete që ushqejnë shpirtin, të tilla si meditimi ose arti, të cilat ofrojnë ngushëllim dhe perspektivë. Ndërsa bie nata, reflektoni mbi ëndrat dhe aspiratat personale, duke vendosur qëllime që rezonojnë me veten tuaj autentike. Lejoni që mençuria juaj e brendshme të ndriçojë rrugën përpara, duke frymëzuar besim dhe paqe. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.